Asalamu alaikum, përshëndetje, mirë se po takohemi me emisionin Përshpëritje Shpirti. Takohemi bashkë me mua Luljetën dhe me Adelinën, të cilës i them selam aleikum, përshëndetje, që në fillim. Selam, rahmetullah, barakatuhu, Luljeta. Mirë, Adelin, ti prezantoje kësaj radhe mysafiren që e kemi kështu në emisionin e parë me poetet tona, që nuk është një mysafire që nuk ka qenë më herët, por gjithsesi është mikeshe jonja dhe nuk mund të kalonim pa e pasur kështu në emisionet tona. Andaj, Adelin, tregona, kush është? Në emisionin tonë të parë e kemi zgjedh një person shumë të veçantë që të gjithë e njohin edhe të gjithë i duan shkrimet e saj. E me neve është Dashuri e Bajramit, të cilës i themi Esselamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Aleikum selam, rahmetullahi wa barakatuhu. Allah është përblef për ftesën, dhe veçanta jeni edhe për mu. Uroj që ky emision juaj të begatohet edhe më tepër me të mira, e t'ju shpërblej madhi Allah për mundin që e bëni. Amin. Inshallah, faleminderit Dashurie që e pranove ftesën me gjithë angazhimet, me gjithë punët që i ke këtyre ditëve, po ndave kështu disa minuta për ne. Allah të shpërblej. Si ke qenë këto kohë, si e nisi Ramazanin kështu si vjet? Mirë, elhamdulillah, Ramazani si vjet, unë edhe pjo them edhe të tjerave, po më duket si më hongër drejt, se jo iftar. Aq koha shkurt, freski. Elhamdulillah, gjithçka është e lehtë, nuk e di një njeri që mundet me najt pa agjëru, kur është koha aq e begat, me gjitha të mira, edhe e shkurt, edhe freski, edhe nuk di, edhe elhamdulillah edhe gjitha të mirat edhe janë, ndoshta edhe pa lidhje me thonë, po unë shpesh herë them edhe po na mungon luksi neve, se elhamdulillah se gjithkush po ka me hungër me pi. E për atë po them, mashallah, gjithë kjo begati e madhe e kohës, e bereqetshme, shumë mirësi, paqe, diqysh nuk e di, është kohë e veçantë, ashtu edhe si është muji i veçantë. Sikur një fëmijë kur të lind, sikur ai është edhe muji i 9 henor, ashtu si nana që mban një fëmijë 9 muaj në brak, pastaj e çet të pastër ashtu natyrshmërinë e tij. Po, sa interesant kjo koincidenca dashurie që e ke vrejtë dhe po e thua kështu, faleminderit shumë. Mirë, po atmosfera në Gjakov, si është në përgjithësi kështu këtyre ditëve? Mirë dhe në Gjakov mirë është, se mashallah xhamit janë përplot me ligjërata, tash më kanë filluar dhe mukabelet, domethënë leximi i Kuranit. Kemi edhe domethënë departamentin e gruas tek medresja vogël, edhe te kursi i Kuranit, lexohen mukabele, sidomos në për xhamia për burra, me siguri, dhe mirë, është një atmosferë mirë, sidomos teravia që mbushen përplot xhamit, është ajo ndjenja që nuk përshkruhet dot, ti rrish si e lef përpara atij që të krijoi, e ti flasësh nga shpirti, është madhështore. Sidomos kur kemi edhe zërat të hoxhallarëve aq të bukur që ta përjetojnë Kuranin, është diçka veçantë. Ndoshta ne edhe vetë falemi, por ndryshe është kur e dëgjon me atë të madh e prekesh, disi e përjeton ndryshe. Ndoshta edhe atmosfera vetë e Ramazanit na ka bërë që ta përjetojmë edhe Kuranin pak më ndryshe, sidomos edhe leximi edhe në shtëpia, angazhimi në Kur'an, pak i kemi nda, edhe ndoshta jo që i kemi lënë punë të shtëpisë anash, por po mundohemi sa më tepër të lexojmë, të arrijmë kënaqësinë e Allahut, që ta kuptojmë edhe pak më tepër, të meditojmë tek fjala e tij, e vërtet dhe e pagabueshme. Ti prej fjalëve vresh që përjeton shumë mirë Ramazanin, edhe mashallah, po edhe mendoj ke shumë vite që agjeron, po gjatë këtyre viteve atë ka ndodhur diçka e veçantë, qoftë nga pjesa për shembull që ndonjëherë të hidhet të hash diçka, ose han apo pin nga gabimisht,
apo edhe nga pjesa domethënë e përditshme e jetës. A të ka ndodhur diçka të cilën e kujton sot me nostalgji ose domethënë kur e kujton të qeshet apo kështu me radhë? Adelin, ti më mdo nuk me di, a i ka të më mështi me kesh, a me kajt. Se këto me kesh, pak ta janë, nuk është që e kom prish në herë, ka ndodhë, nuk them, po nuk është që fort ka pas për me kesh atë. Por një që të ta veçoja, një Ramazan që të ta veçoja, edhe që është gjithmonë i veçantë për mu, është Ramazani i vitit 2015, kur vajza ime, e vetme, e vendosi mbulesën dhe atë e bëri surprizë për ne. Sa bukur. Ne ishim duke punuar në medresën e hipsit në kuzhinë, unë dhe burri, por nuk e dinim. Në fakt, ai ishte iftari i parë që kishin me përgatit për 100 vet, edhe na kishte kap ai stresi se qysh do të mundemi me arrit me përgatit për 100 vet, se ishte hera e parë që përgatisnim për aq shumë vet, edhe dëgjuam që kanë më mbulu 2 vajza. Kush janë ato nuk e dishim, edhe pse unë isha mike fort e ngushtë me gruan e drejtorit, e që ajo ishte edhe mësusja ime e Kur'anit edhe e vajzës. Po nuk e kisha as haberin që ajo do të mbulohej. Sa mirë. Dhe kur thanë që po mbledhen 100 veta, na kapi stresi, dashte të kap ai stresi se a kime mujt me arrit, atë do më thonë përgatitje në ashtu qysh duhet. Edhe pak para iftarit, i thash një nxënëses tonë, e që dëshaja se aja do të mbulohej, me qenë se para se mu nisë, para ditë harrova të tregoj një detaj, para se mu nisë për mukabele, ditën e që ishte mbulu me një plak edhe kokën e kishte mbulu, dyqysh më shkoj një farë, që me thonë një farë ndjenje si e përzine, thash mos është kjo. Po ajo kishte vetëm 15 vjetë, edhe thash jo, s'ma merr mendja din. Edhe vazhdova na shku, kur u bë iftari, pi tham asaj nxënëse, se ajo është pak më atje, thash po mdoket ti do më mbulu. Tha kështu, tha mos e qika jote se unë jo. Edhe dyqysh më tha që ashtu, po mendova që është të bo hajgare. Momenti, kur ardh momenti për më mbulu ato 2 vajza, erdh ajo mësusja e Kur'anit, edhe më tha, vesha një hijab që ma kishte pru, i thash, po pse, unë kështu jam në punë, jo e tha, hajde shi atmosferën jashtë, tha se është hera parë, aty dyqysh më përzin edhe ndjenjat, më dredhke këtë trupi, edhe dola, kur ja pash plok të kap në përmrapa, edhe i kishte ndru teshat, më shkoj mendja që ajo ishte. Filloi ajo ceremonia që e kanë organizuar njën madhështore, Allah është problem. Po ishte frika që me një anë e kishte një baba që nuk ishte i udhëzuar. Frika tjetër ishte që ishte shumë e re, thesha ballafaqohet me njerëz që me të gjunjëzu ka një herë me fjalë, e kjo është shumë e re, nuk mundet mi përballu. Ishte frika që mos po e banon, e po e hek pastaj. Ai ishte, domethënë, Ramazani më i veçantë për mu, që kur nuk do të harroj. Mashallah, shumë emocionuar të vërtet, edhe unë kështu rënqeta dhe po ndjesha kështu në mënyrë, sikur t'isha aty, më duket po e shihja pamjen, kështu sa bukur po e përshkruan dhe me emocion. Po, u mbulua vajza aty dhe kishte probleme pastaj me vendosjen e mbulesës në shkollë ose diku. Vajza u mbulua atë natë, por atmosfera disi u zbrat. Të rregoj të drejtën, nga se babajnë e saj e kishte kapur frika se me të vërtetë në Gjakov tash pak aty këtu ka nisë ndonjë tesh të gjinët për neve, se nuk ka, jemi edhe pak, ndoshta mos them se Gjakova është qyteti jo për ka besimi, nuk them se as kujt si kam hyrë në zemër, po për ka praktikimi sa ne shohim, janë më pak nga e tërë Kosova, edhe ai tash me një onë kishte edhe ai
ju kishin përzidh aty ndjenjat, me një onë ndoshta nuk ishte dëshirë se ishte vajza shumë e re. Edhe kur je mos praktikuese është ndryshe jetën domethënë. Edhe ja filloi bëhet shumë nervoz, qysh u mbulu pa kallëzu, nuk e di çka më bo, a më ju kallë thëke juve, a më kallë këtë medresen, atë që kishte humb krejt, unë hiç nuk bëja zo edhe e morra. Unë në fakt dola me pa atmosferën, a janë shpërndarë të gjitha që na u duke punë edhe në kuzhinë pastaj, besoni që me këtë lot të sajne, ajo i ka palu të gjitha pjatat që kanë ngrënë atë natë iftar gratë. Nga se i vike keq që baba e vet ishte nuk e kishte prit ashtu që ajo donte. Po alhamdulillah sot është me mbulesë. Pastaj na doli problem edhe kjo se harrova t'i tregoj që burri shkoi për ta regjistruar në medrese, se donte të regjistrohej në medrese, por atë vit medresja e thanë që Gjakova është në kuadër të Prishtinës, jo të Prizrenit, se na do ishim Prizren më çu. Dhe disi janë nisi më në trubullu pak ujë që thohen. Po pastaj hoxhallarët, Allah i shpërblet Gjakovës, ata intervenuan dhe u pranua Në Prizren. Prizren, po, e aty ku e kreu dhe medresen. Si e shkëlqyshme ka kry. Pra. Ka qenë nxënëse dalluar. Jo pse është Ka sot me sukses vazhdon mësimin, më duket kështu. Motra. Po. Tash ajo, pastaj vjoj edhe në Turqi, për hec shkoj, 2 vjet atje. Elhamdulillah tash e ka dhe kursin e vet. I mëson nxënësat, elhamdulillah mirë. Po du më thonë që ai ka qenë një zanive dhe kur do të harroj. Ashtu na emocionove edhe neve dashuria. Allah të shpërblet që e ndave këtë tregim kështu, kaq emocionues. Amin. Mendoj që është edhe motivim edhe për motra që mendojnë me vendosë mbulesën, po Allah se kanë vendosë dhe hezitojnë që mos me vendosë. Po. Sigurisht se këtu problemet ballafaqohemi përgjithësi në vazhdim, edhe të rejat tashmë. Kështu që ndonjëri prind ndoshta nuk e pëlqen shumë vendosjen e mbulesës edhe kështu ju krijon paksa problem, por se me vendosmëri dhe me ndihmën e Allahut gjithsesi arrihet edhe kjo dhe rregullohen gjërat kështu ndërkohë. Edhe unë gjithmonë them, elhamdulillah dhe mu që s'm ka pyet. Se ndoshta është, po them ajo frika që në të na unë rrethon dashte edhe i kisha thonë një herë jo. Në bëhen rrethonat, pastaj e kryn atë obligim, po shpesh them, elhamdulillah që Allahu din atë që na nuk e dijim. Në vërtet ashtu. Alhamdulillah. Mirë, dashurie, tash ti për dal pak prej këtyre emocioneve që na fute, çfarë je duke bërë kohëve të fundit sa i përket shkrimeve, sa aty, domethënë është poenta kryesore. Shkrimet që i kam dorëzu për librin, jam duke e prit librin, se neve na thanë për vjesht, po më duket është zgjatur pak puna donatorëve, dhe atë jam duke e prit. Jam duke shkruar kështu, vetëm që dikush preket, ose të kthehet, ose ku e di. Ashtot. Po, mirë, çfarë do ta lexosh? Në revista normal, në revista, 2 revista, domethënë shqiptare, tonat, Kosovës. Një është e Maqedonisë, në fakt një është e Kosovës, dhe një është e Novi Pazarit, që është e medresës atje, që jam duke i përkthy shkrimet e mia, një hafize, shoqe e vajzës, është duke i përkthy në gjuhën bosnjake. Shumë bukur. Tash më shkrimet tuaja pas kanë deportuar kështu edhe në shtetet të tjera. Shumë lajme. Ajo është moti, po kam harru me tregu edhe në emisione tjera. Po mirë se diçka duhet ruajmë kështu ekskluzive. Bash. Mirë, Allah ta shpërblet. Dashurie, tani na lexosh një shkrim kështu me qenë se po flasim. Edhe do të vazhdojmë me bisedën më tutje. Pasi ishte tema
e mbulesës vajzës, unë do ta lidhi me një shkrim, ndoshta është pak më i gjatë, besoj që ja vlen me dëgju, se lidhet disi pak me këtë temën. Po. Zhytja në detin e mrekullive. Prindërit e mi ishin shumë modern. Babai, si çdo natë i rrethuar nga shokët e shturur, shtronin treza të alkoolit. Tashmë e bënin me radhë të shkonin tek secili. Dhe afër, patjetër, duhet të ishin edhe gratë e tyre të pisfillosura. Sa të lirë ishin ndër vete, po të mos i njihja do të kisha menduar se janë prej të njëjtës familje. Çudi. Nga njëherë në biseda dhe të qeshura i shkelnin syrin burrat grave të shokëve. Ata mundonin të tregonin lumturi, por kishin harruar se lumturia dhe dëprimi nuk ngjasonin, si duroja dot. Ngjitesha në dhomën time, por sikur edhe atje nuk më linin të qetë me zërat e tyre, sidomos kur merrnin edhe rolin e këngëtarëve të dehur, duke mos e kuptuar se kush kujt i këndon. Më ngjallnin në veri. I vetmi që më qetësonte shpirtin ishte Kur'ani që meditojnë e trezën pranë dritarës, saqë shpeshherë kafeja që përgatisja më ftohej e tëra. Thellohesha aq fort, sikur zhytësat kur thellohen në det dhe mundohen për mrekullitë e tij, edhe pse ishte fillimi. Prindërit shpesh më flisnin për gjendjen time, kinë se kohën e lirë kaloja mbyllur dhe se duhet patjetër të filtroja me djem për të ardhur tek fati i jetës. Ah, sa mërzitshme dhe trishtuese kjo. Ndërsa unë mërzitesha për gjendjen e tyre, që po t'u flisja pak për islamin, me njëherë do të kërcenin duke thënë, dhe ne musliman jemi, kurse unë asgjë nuk shihja të këta islame. Më kishin lodhur me këtu muhabete, edhe pse unë me butësi u thoja, nuk jam të tilla gjërave, unë nuk i përkas botës suaj, ju lutem më kuptoni. Pasi që përfundova me mësimet të fakultetit, me njëherë varpoja tek zhytja në detin e mrekullive Kur'anin, dera trokitej dhe brenda hyri nëna, me një fustan në dorë më tha, ngritu dhe përvoje njëherë, nga se sonte jemi të privilegjuar të jemi mysafir tek biznismeni më i madh i qytetit. Andaj, ti duhet të dukesh prallore sonte, po çfarë të dukem e tillë? Dhe të lutem, unë kam për të mësuar, nuk kam kohë t'ju bashkangjitem. Nëna doli nervikosur nga dhoma. Kishte folur me timat dhe ja që babai ndodhej para meje. Bi, e dëgjove nënën? Por baba, s'ka diskutim, ti sonte me ne, dhe sikur largohej nga dhoma. Baba, i thash, mirë pra do të vi, por nëse vesh atë që mua më përshtatet, nga se nuk dua të dal nga natyrshmëria ime. Mirë, vetëm se duhet të dukesh bukur, më tha dhe doli. Dhe ja që u nisëm, edhe pse pak me qortime puna veshjes, por shkuam. Dhe derisa hym brenda, unë vetëm i përshëndesja me fjalë pas gjatje dore, kurse prindërit e mi sikur ziheshin nga brenda. Dhe derisa po bisedonim, një koqiri i luti për një gotë dhe prindërit e mi si gjithmonë në gatishmëri, babai për raki e nëna e marrosur pas verës. Po ti bi, më tha. Jo, nuk i përdori, nuk u ngjasoj prindërve fare, sikur filluan të qeshnin ndër vete. Kështu kemi edhe ne djalin e vogël, prej dy të tjerëve ka shumë ndallim. Ai kohën e lirë kalon në dhomën e tij, lexon Kur'anin dhe e do shumë atë, disi i ka hyrë shumë pesë hoxhallarëve. Zotëri, nuk është fe e hoxhallarëve, është fe islame, kur nuk mundja pa folur. Po bi, edhe ne musliman jemi, por jo hoxhallar. A keni lexuar Kur'anin ndonjëherë, apo thjesht edhe ju mbani në dollap për bereqet? Po jo, Kur'anin duhet ta lexojnë hoxhallarët bi, mu drejtua një koqirja. Po ta lexonit, aty askund nuk shkruan
që Kurani është zbritur vetëm për hoxhallarët, ai është zbritur për gjithë njerëzimin dhe ata prap filluan të qeshnin. Unë sikur kërkova leje të dal pak në balkonin që ndodhej afër sallonit ku rrinim, pasi më dhan leje dhe më dukej se u mbusha të oksigjen, që brenda thuaj se filloi të më paktoi apo humte tërësisht t'ju them të drejtën. Me që balkoni ishte i madh, fillova një shëtitje rreth tij, ashtu e mërzitur dhe sikur kërkoja përgjigje, duke menduar se kulminacioni i dashamirësisë është dëshira jote të udhëzohen, përmirësohen ata që ti i do. Dhe ja që tek një dritare dëgjohej një zëmet tim Kurani. U afrova, pash djalin e tyre të vogël, që kishte një zë të mahnitshëm, çante, derisa kishte ardhur tek ajetet. Ti nuk mund ta udhëzosh atë që ti do. Allahu e udhëzon këtë doj. Lotët s'mund t'i ndalja. As unë, nga se i ngjanim të njëjtën situatë, dhe në atë moment, sikur më dha përgjigjen e saktë që kërkoja, dhe pikërisht nga zhytja në detin e mrekullive Kur'anin. Allah. Subhanallah, po vërtet gjendje kështu që ndodh shumë shpesh faktikisht në shumë familje. Që dikush kështu nga fëmijët, nga të rinjt, i hyn, domethënë kështu më shumë praktikimit të fesë dhe të tjerë pastaj me këto, siç i ke cek, aq bukur me këtë shkrim dashurie. Allah shpërblet. Po nga je të mësuar këtu, na thuaj. Nuk e di, ndoshta të jetosh në një pak të përjetosh, them, në dynja dy botra, unë gjithmonë them, unë i kam përjetuar disa gjana nga ky rrëfim. Për atë disi edhe kam fillu njeriu kur i përjeton disa gjana, unë gjithmonë edhe them edhe këtë se po dal për temës në temë, unë pa i përjetu senet nuk muj me i shkru. Disa gjana këtu i kam përjetu, e disa i kam pa. Ndoshta nga përvojat që ke dëgjuar edhe kështu i kombinon tani shumë. E vërtet. Pastaj kam filluar dhe e kam lidh normal se ajo është e lidhur me Islamin gjithmonë. Edhe e kam lidh që me të vërtet disa njerëz nuk duan ta kuptojnë nga se nuk e di, e kanë egon shumë të zhvilluar, nëse mund ta them. Po kështu ju shkaktojnë paksa probleme të rinj, por gjithsesi mendimin e Allahut te kalohen edhe besoj edhe paksa. Subhanallah, aty ajo e mori përgjigjen e pyetjes. Domethënë e asaj që po kërkonte. Po ti, domethënë ne gjatë Ramazanit bojmë dua e kështu me radhë. A keti ndonjë dua që e ke bërë dhe që e ke shijuar përgjigjen e saj deri më sot? Elhamdulillah, kam shumë dua që më kanë pranuar. Tu fillu prej familjes, fëmijëve është fjala. Elhamdulillah, të shumta janë. Por ajo që mendoj që duhet ta gëzoj çdo besimtar edhe besimtare është kur duaja jote pranohet edhe për të tjerët, jo vetëm për vete ose për familjen tënde. Ndoshta tash me tregu, nuk e di, Allahu mos na bëh për atë që t'jemi për sy e fatësi të bëjmë diçka, por emër nuk jap. Kemi pas një motër që sa kohë ka vujt për ta pasur një fëmijë. Më besoni me gjithë shpirt e kam bërë atë dua, edhe sot ajo është me një vajzë bukur, të vogël. Elhamdulillah. Do më thonë, gjithmonë mendoj që nanës për fëmijë gjithmonë mendoj që i pranohen duat, me një farë mënyre e kuptuam na apo se kuptuam. Edhe pse ndonjëherë thohem pse a thos nuk u pranua dua, ajo dua është e pranuar. Por ti nuk e ke kuptu në çfarë mënyre tu ka pranu. Por me bo dua për dikën tjetër që nuk e ki asën gjak, se thojmë na asën fare, asën ves,
ajo ndoshta duhet na gëzoj edhe më tepër, që nga se duhet jetë si virtyt mënoj i besimtarit ose besimtarët. Edhe për atë dhe pejgamberi alayhis salam e dini Allahu që na ka urdhënuar që ta duam për tjetrin atë që duam për vete. Allah. Po, interesant edhe kjo që do të thonë ke bërë lutje dhe të shpëtsu, edhe mu kështu më ka ndodhur një rast që sigurisht që ka ndodhur edhe prej lutjeve të vet, edhe unë kështu një mike e kam, edhe kishte disa dështime, edhe në momentin që unë isha me djalin e dytë shtatzane, tash më vinte keq me i tregu që unë jam shtatzane, se ajo kishte disa dështime kështu, se më erdhin mendje kur po e përmendje, edhe unë aq shumë bëja lutje, thosha o Zot, kur ta kuptoj ajo se unë, do me thonë, po e pres një fëmijë, uroj që edhe ajo ta ketë njëjtën. Edhe në beso dashurie, po edhe ajo nuk ka tregu, do me thonë se kështu ishte në siklet prej disa dështimeve dhe ndoshta nuk e bëri shumë madhe kur po priste një fëmijë. Edhe kështu pas disa muajsh, kështu gati se unë më erdhi koha të lind, edhe më vinte keq që nuk po i thoja. Edhe ajo tani po më tregon, po thotë kështu po e pres një fëmijë. Subhanallah, po kjo ka qenë vërtet shumë emocionuese. Po thuaj se kishte ndodhur në njëjtën kohë kur edhe unë kështu kisha filluar shtatzani. Edhe kjo, domethënë është shumë shumë diçka. Edhe me këtë desha më lidh se ju ndërsa unë si person, se ndoshta edhe disa për dëgjuesve apo shikuesve do ta merrnin tani pak më ndryshe, po është desha të them se duaja është arma më fort e besimtarit. Prandaj asnjëherë mos u dorëzoj kashi saj, kërkoni atë të pamundurën, nga se tek Allahu asgjë s'është e pamundur. Edhe pse ne nganjëherë i shohim disa mure që na kanë dalë përpara, por jo. Edhe pse njeriu do të sprovohet normal, por durimi është gjëja më e bukur në sprovë që të shpërblehesh me atë që Allahu e ka caktuar. Na tregove që lutje të pranuara, po ashtu dhe luljeta na tregoj diçka të veçantë, por na lexo dashurie edhe një shkrim çfarë na ke sjell diçka tjetër të veçantë nga shkrimet e tua. Është një poezi që unë kam shumë për qef. Çdo kohë është vlerë, por vlera është përkulja. Nëse si e i duhur, çfarë të duhet të mburrja? Të flasësh e të mos ta kryesh nuk janë njësoj. S'mund të thua se kafsha dhe njeriu janë krijesa një lloj. Kështu gjithë jetën do të mbetesh i uritur, ndali asaj të vërtetës që ty të është zbritur. Si mund t'ja rrofesh dikujt dritën kur asnjëherë s'ishe i përndritur? A mendon se ke mundësi vdekjes për t'i ikur? Si mund të rrëfesh për urin kur asnjëherë s'e ke provuar? Do ta kuptosh një ditë me beso kur thirrësh, o ti mashtruar. Allah. Është pak e shkurt, jo si që kam zanatën e Mizgati që shkrimet, po më duket që ka kuptim shumë të bukur. Mashallah, shumë. Edhe shkrimet e gjata kur ti lexon si me kon 1 minutë janë. Por atë thash, ndoshta është pak i gjatë shkrimi, po ja vlen me i shku deri në fund, me dëgju se me të vërtet jo pse janë shkrimet e mia, po edhe vetë keni po edhe ndjekse që i ndjekin shkrimet, domethënë kanë kuptime, nuk janë vetëm hajtë ta shkruaj. Nuk e di, unë pa i ndje shkrimin nuk muj me shkru, unë e thash edhe parë. Po prandaj edhe ne kur i lexojmë kështu ndoshta hyjmë në ato ndjenjat që ti ke përjetuar gjatë shkrimit, edhe kështu nuk na duken gjata, po ju shkojmë kështu në fund pa e të shkruar. Po. Alhamdulillah. Po, inshallah. Mirë dashurie, folëm për shumë emocione, por një emocion i bukur që të ka ndodhur para disa muajsh, është se je bërë gjyshe. Lime, edhe kështu publikisht po të themi, se privatisht kemi të me këtu. Allah e sa shtrejt dhe me përjetu. Po, na folë. Ramazani ka gjetë gjyshe. Po, vërtet. Ramazani i parë si gjyshe kështu. Po, vërtet. Edhe alhamdulillah pata dhe këtu nipin me përjetuat Ramazanin bashkë me të.
Valla, elhamdulillah pa fund, Allahu që na ka dhënë pas 23 vite, se unë djalin e vogël e kam tash 23 vjet i ka mbush. E, na ka dhënë një dritë të madhe, që unë sa herë që i foli, i thëm drita na njushit. Pasuri e shpirtit, i thëm. Me të vërtet është një begati e madhe, elhamdulillah pa fund. Allah ja mundsoft gjithë atyre që me të vërtet duan të jenë gjyshe, e që unë këtu dua të lidhje dhe diçka, kur më parë, kur më theshin për a je gati me u bo gjyshe, thesha, ka ko bre, sha keni, ka ko sa haloje mëri, nuk e di pse, jo pse nuk dojsha, po diqysh mu do ke vetja shumë e vjetër gjyshe. E marrim nga kuptim zakonisht, kështu kur themi. Vërtet, edhe kur fillojshin gjyshet, zakonisht me fol për nipa, mesa, thesha, ku sa për egzagerojnë, disa, di shumë bre, se duhet, po jo ashtu qysh me të vërtet, edhe çat ju them gjithmonë kur shkoj në ndonjë ndaj ose diçka, them edhe pse asnjëherë s'ju kam thonë kështu të drejt, po në vetvete kam thonë janë të egzageru qëto, për një janë të egzageru, po ju kërkoj falje edhe pse kam fol vetëm me veti me ju, po me të vërtet po ju kërkoj falje se me të vërtet është një emocion që nuk përshkruhet dot. Theshin përpara më të vjetrat, theshin që fëmia i fëmis po duke më shumë se fëmia yt. Unë nashta nuk po them ashtu. Ai normal që duhet shumë, po nuk e di, më duket që është për tri tash ajo dashnia e fëmijëve të mi që janë rrit aq të mëdhaj, po më duket që edhe një herë po e përjetoj atë fëmijëninë e tyre, nga se është normal pjesë copë e tyre. Ashtu pra, është sikur njësoj, domethënë, po si që ti përtrihet ajo, i thonë mjalti, shpirti, kështu. E vërtet, mjaltit, valla, bash mjaltit. Po ajo që neve dhe pak po na bën edhe më të përmallueshëm është se nuk po kemi afër. Po. Kjo liberalizimi i vizave pak na ka lehtësu gjendjen, se jo edhe ne po shkojmë atje, edhe ata po vinë. E di që s'për na lojnë aq shumë të përmallun, edhe telefonat tash e kanë bo, teknologjia ka po të vetën që po shihem, po elhamdulillah që nuk është domethënë si përpara që pak më vështirë kanë pasur. Ne kemi më rrallë kështu edhe më gjatë, nuk kanë domethënë të kemi. Elhamdulillah mundësia jonë është ndryshe, po besoj që me të vërtetë është një mrekulli për mrekullive të mëdha që krijuesi na ka begatuar me argëzim në shtëpi. Alhamdulillah që ta ka mundsu Allahu ta shijosh, uroj kështu të gjithëve. Kush ka dëshirë me përjetu, me pas këtë epitet të gjyshes, Allah e mësof krejtve. Inshallah. Po kur the dashuria aty për gjyshe, kur të thonin që dukej se je e re, kështu edhe unë kam pasur përvojën time kur e linda djalin e madh, nëna ime ishte goxha më e re, kështu vërtet, po edhe nëna e bashkët. Dhe tash ishte fjala kur duhet ti të rresni gjyshe për shembull. Edhe unë thash, unë kam dëshirë mua me më thirr nan, kështu. Edhe mundësisht atyre gjyshe, domethënë si nënës time, si nënës bashkëshortit. Edhe ato pak si në siklet, kështu po ju duke që ishin shumë të reja, po thash, çfarë ju ka ky gjyshe? Po, gjyshe ju ka, s'ka të bëj domethënë me moshën, po ka të bëj me raportin. Po tani ndërkohë që djali rritej edhe i thriste gjyshe, kështu ndjeshin shumë mirë, bile nana ime thoshte nuk ka ndjenjë më të mirë tash se kur po më thret gjyshe, edhe kështu që vërtet mos e kena atë sikletin kështu. Jo ka përjetu, nuk e, me të vërtet i kishe teke, po, ama kur e përjeton është një emocion ndryshe dhe nuk duket edhe me të thirrë edhe plak, shembull, aty nuk duket ashtu nëse me të vërtet kur e tregova këtë për punën e të thirrjes, unë me të vërtet kisha qef me më thirr sikur fëmijë, thësha vështirë ngatrohet nan. Po nusja, nga se nusja pasi që janë edhe jashtë, ajo tha, unë kam dëshirë më thirr mam, tash e mirë pra le të më thirrin fëmijët nan, sikur ju të gjithë që më thirrni edhe mu. Po vajza tha, nan tha, unë kur nëse don i madhi Allah më gëzu tha, unë kam dëshirë tha fëmijët e më thirr nan, tha atje ngatrohen fëmijët tha, do tha mos jetë le të jetë nanushe,
Po. patën dëshirë ashtu fëmijët e mi, edhe me të nanosh në Instrumentet. thirr. Po, Nanosh. sido që të thirret më rëndësi të jetë me shëndet edhe inshallah të kaloni sa më bukur, sa më shumë Amin. momente bashkë. Amin me të gjithë, kush i ka. Mendoj kjo e ka pas postu, biles nëse zgaboj, shkrimin që e ka bërë domethënë për nipin e vet. A do të na lexosh edhe këtu neve? Me knatësi. Pasi lindi djali, na ishim edhe atje, në Gjermani, mendoja t'ja shkruaja një poezi. Po pëlqen se edhe shumë poezi kam shkru për shumë persona të familjes, thash po pse nuk e shkruaj një letër që ati të jetë si trashëgim, trashëgim nipit, do të thonë që edhe pas vdekjes sime ai, nëse do Allahu të bëhet për besimtarëve të mirë, të jesin ato fjalë mendje, e të lutet për mu, sa herë që unë ndoshta më nuk jam e gjallë, apo të jem e plakur shumë, që mos t'i kujtoj fjalët e mia, tek ai të mbes një gjyshe me fjalë plot vlerë. Inshallah ta ketë shëndetin djali edhe kur të Amin. jetë krenar se si gjyqa Amin. ka ditë thura zhvargje të bukura. Amin, amin. Me knatësi do t'ju lexoj. Letër për mjaltin e mjaltit. Derisa mban dorën time, më erdhën në mendje disa fjalë t'i shkruaj. Ndoshta s'do t'jem më në jetë, kur ti do të lexosh, por mund të jem edhe plakur, madje edhe mos të më kujtohen më. Gjithsesi mjaltit, ti fillo me lexim. Lexoj letrën në përshkronja dhe disi pundosu në meditim. Spari mëso kush të krijoj. Pyet e veten, kush jam unë? Për çfarë arsye jam krijuar? E çfarë pas vdekjes? Mjaltit. Pas këtyre, çdo herë merri parasysh prindërit e tu. Ata janë pasuria më e madhe që në jetë që krijuesi të begatoj. Po që do të pasurohesh edhe më shumë në jetë, po dite të kujdesesh dhe të respektosh ashtu siç duhet. Që të dy të jenë të veçantë për ty. Ji i palodhur, falendërues ndaj tyre në veçanti nanës. Pastaj nderoj dhe ji respektues edhe për farefisi. Dunjaja është e lodhshme dhe aq e egër sa që do të mundohet të përbinë luksin e saj, por ti kur mos u dorëzo. Mëso se pas çdo vështirësie vije lehtësimi. Mundohu të marrësh edukatën më të bukur, e pastaj furnizohu me dije të dobishme, bëhu larg pamës, i mëshirshëm dhe i drejtë. Asnjëherë hakmarrës i ngutshëm, me maturi dhe me mënyrën më të bukur mundohu të këshillosh. Para gabimeve kërkoje ku ishte faji yt, duke mos u ngutur, pajsuar të tjerët. Bëhu pendues sa herë që do të gabosh, nga se çdo njeri është gabimtar, por më i miri është ai që pendohet. Kur këto ti gërshëtosh, do të bëhet rruga e jetës pak më e lehtë. Kujdes zemrën, nga se po të prish ajo, prishet i tërë trupi. Pastaj vazhdo dhe i hap shpirtit rrugë të gabuar, duke ndihmuar gjuhën ta bëj dhe trupin lëngë djegëse. Mos harro mjaltit, pasurinë fitoje me djes, nga se vetëm ajo të bën mirë dhe shpërblej. Le të thonë ç'të don, ti vazhdo me urtësi, butësi dhe fjalë të bukura. Mos harro, gjërat unike janë më të vlefshmet në botë, andaj mos u lodhi të qenur unik. Nga se një ditë nëse një ditë arrin ta kesh një pozitë të lartë, mos u bë mendje madh. Mos e merr atë që s'të takon. Nga se mund të vije sot falas, por nesër mund të paguash me një kosto që do të gjunjëzoj para botës. Ndihmo sa të mundesh.
por as se si mos u hy në hak njerëzve. Haku njerëzve është i rënd, nga se ndodh që krijuesi t'i falë të gjitha, por me hakun e njerëzve duhet të përplasesh drejt për drejt. Bëhu ndër ata njerëz me moral të lartë. Kujdesu sa të kesh mundësi qoftë edhe me një buzëqeshje për gdhelje koke për jetimin dhe të varfërin. Nëse të thonë cilin vip e pason, thuaju atij që në çdo kohë është model më i bukur i njerëzimit. Kur të qahet, mos u beso atyre miteve që burrat nuk qajnë. Ti qaj, por jo para njerëzve, bile as para prindërve, nga se ata sinqerisht do të mërziten për ty dhe lotet e tu. Sa herë të shtrosh një stopë segjade për t'i dalur në përkulje, lutje pranuesit bujar, para, aty bëhu rob lotues, sidomos në pjesën e fundit e natës, duke ja dorëzuar veten me të diturat dhe paditurat tua të gjithdijshmit. Kujdesu për vete, fe e atë dhej. Do të doja edhe shumë të shkruaja, por do t'i le t'i kuptosh kur t'i kujtosh ninullat dhe përrallat që do të filloj t'i tregoj qysh tani. Lutem që të bëhesh prej punëmirëve të kësaj bote, me shumë dashuri në nushja jote. Mashallah, shumë bukur. Po edhe të ndjera kështu të gjitha këto fjalë që i ke shkruar, po më kujtua që edhe kështu me qemin muajin e Ramazanit, gjitha ato që ja ke këshilluar nipit, është mirë se ti marrin për bazë dhe gjitha ne që i të gjojmë, se përkojnë dhe me këtë muaj që ato vepra t'i bëjmë kështu sa më shumë t'i vëmë në jetë. Allah shpërblet dashurie, faleminderit shumë. Uroj që kesh mundësi kështu të kesh shëndet, të shkruash edhe për gjatë, se me të vërtet kemi nevojë për shkrimet e tua të gjithë. Faleminderit shumë nga ana ime për këtë bashkëbisedim dhe për kohën që ndave edhe një herë. Allah e shpërbleft edhe juve. Allah na dhash forcë që ky Ramazan na kaloj me adhurime të sinqerta, që të jemi një sofër me të gjitha virtytet e bukura, që njerëzit edhe ata që nuk e kanë shijuar asnjëherë të ngjijnë sadopak nga sofër. Allah na bëf model të bukur, na e pranon gjitha ibadetet që i bëjmë këtë muaj të bekuar, e dalëshim fitimtar nga kjo garë e madhe, si fitues të mëdhenj. Dashuria e Zotit, them shumë faleminderit që e pranoi ftesën në mes të gjitha atyre gjërave që ndoshta i ka të më thonë në pjesën e përditshme, dhe dëgjuesve dhe shikuesve tonë duhet ju them Allahu ju shpërblet, kurse atyre që agjerojnë duhet ju them agjerues, Zoti u pranoi të gjitha lutjet, edhe ju them që mos na harrojnë edhe neve në lutjet e tyre. Inshallah. Allah shpërblet Adelin. Faleminderit shumë dashuries, Adelinës, faleminderit shumë gjithë ju që na ndoqët. Inshallah takohemi sërish në emisione të tjera me poete të tjera. Faleminderit shumë edhe një herë, agjerim të lehtë dhe të pranuar, selam aleikum.